Më 4 nëntor Prizreni ishte epiqendra e tenistëve të Kosovës. Në terrenet e tenisit të qendra sportive Sezai Suroi është zhvilluar finalja e Ligës së Kosovës në tenis. Në finale u takuan klubi i tenisit Prizreni kundër klubit të tenisit Prishtina. Fitore shënoi klubi nga Prishtina me 3-1 në meqe. Ishte ky një konkretizim i suksesshëm i këtij kampionati që u zhvillua për muaj të tërë anë mban Kosovës. Për Prishtinën u paraqitën i pari në ranglisën e Kosovës Granit Bajraliu, pastaj Bear Kurteshi, Besart Halimi dhe Arben Islami, i cili ju rikthye garave të ligës pas plot 11 viteve. Nga ana tjetër, ngjyrat e klubit të Prizrenit i mbrojtën Gurash Hasani, Burim Bytyqi, Duri Morina dhe Argjend Lecaj. Në meqin e parë të dielën u takuan Granit Bajraliu kundër Gurash Hasanit. Fitore shënoi Bajraliu me 2-1 në sete, rezultati 6-0, 1-6 dhe 6-1. Në duelin e dytë rezultati në meqe u barazua pasi Bear Kurteshi u mposht nga Burim Bytyqi me 2-0 në sete, rezultati 3-6 dhe 1-6. Meqi i tretë ishte ai ndërmjet Besart Halimit dhe Durim Morinës. Takimi përfundoi në të mirë të Halimit me 2-1 në sete, rezultati 6-8, 7-6 dhe 6-4. Takimi i katërt vulosi edhe fituesin e këtij kampionati. Ish kampioni 8 fisht i Kosovës, Arben Islami i Prishtinës, mposhti Argjend Lecajin e Prizrenit. Islami ishte bindshëm më i mirë në këtë përballje dhe kjo shihet në rezultat 6-0 dhe 6-0 pas 2 seteve. Kupën fituesve të klubit Prishtina ja dhuroi presidenti i Federatës së Tenisit Shkelzen Domi.